Me mbrëma të ndëruar shikues, po takomun në edicionin e lajmeve Fokus këtu në të 7. Do ndjekim fillimisht titujt kryesor për ngjarjet që shënuan ditën e sotme. Regjistruan deputet e rinj të vetëvendosjes, mes tyre edhe Kurti, ky nuk flet për formimin e qeverisë, të tjerë të sigurt që i kanë votat. Kusari Lila thotë se Limaj dhe 2 deputetët e zgjedhur nga partia e tij kanë shprehur gatishmëri, por tha se kjo nuk është konfirmuar. Rrjedhjet në bllokun B2 e nxorrën atë jashtë funksionit. Bloku A4 është e vetmja njësi që po prodhon energji elektrike. Për shkak të këtij problemi, Termokosi ka ndërprer furnizimin me ngrohje. Ankon qytetarët këto telashe po shkaktohen nga vjetërsia e termocentraleve. Një të moshuarin në Fushë Kosovë ja vodhën 100 euro nga xhepi. Këtë vepër dyshohet se e kryen 2 persona të maskuar, të cilët akoma nuk janë arrestuar. Ata raportohet se i dolën në prish 70 vjeçarit dhe nën kërcënimin e armës kryen grabitjen. Hetimet po vazhdojnë. Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, viziton Kosovën. Në Gjilan shpallet qytetar Nderi. Ky thotë se titulli i takon të gjithë qytetarëve, vlerësohet lart nga të pranishmit. Presidenti i SBA-s, Donald Trump, njoftoi mbrëm se do t'i rrisë tarifat ndaj mallrave kineze në 125%, pasi Kina vendosi tarifa prej 84% ndaj njësër importesh nga Amerika. BE-ja ka pezulluar kundër masat ndaj SBA-s për 90 ditë. Fokusin po e nisim me një ngjarje që ndodhi dje në Fushë Kosovë, atje në rrugën Hajrullah Zymi, dyshohet se 2 persona të maskuar në kërcënimin e armës ja grabitën një të moshuari 100 euro. Hetimet për rastin po vazhdojnë, gjithsa nuk ka akoma të arrestuar. Doli nga banesa për të kryer disa obligime. Por pikë hasi në diçka të pazakontë mëngjesin e së mërkurës në ndërtesën ku banon në rrugën Hajrullah Zymi në Fushë Kosovë. 2 persona të maskuar e të armatosur ishin duke e pritur 70 vjeçarin. Sipas policisë, hajdotët ishin duke e pritur 70 vjeçarin dhe në momentin kur ai doli nga banesa i rrëmbyen 100 euro. Këtë të dyshuarit e kishin bërë duke ja kontrolluar xhepat e moshuarit nga ku i morën edhe të hollat. Po në këtë adresë erdhen edhe policia Kosovës, të cilët ishin njoftuar për këtë rast. Rreth orës 8:30 kemi pranuar informatën për një rast grabitje që ka ndodhur në rrugën Hajrullah Zymi në Fushë Kosovë. Dyshohet e ketë ndodhur rreth orës 6:30, ku ankuesit me forcë në kërcënimin e armës janë marrë një shumë e parave. Në koordinim me prokurorinë përkatëse, hetuesit policor janë duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në lidhje me rastin. Të 7 ka kërkuar detaje edhe nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Rasti po trajtohet si grabitje. Armët pa leje janë ato me të cilat po kryen krimet më të mëdha në vend. Policia e Kosovës për 3 muaj ka konfiskuar 373 armë pa leje që ishin në duart e qytetarëve. Kjo shifër po konsiderohet shqetësuese nga njohësit e fushës, të cilët kanë bërë thirrje institucioneve të ndërmarrin masa. Të tilla bien shpesh në duart e institucioneve të rendit. E numri i armëve pa leje që mbajnë qytetarët është vazhdimisht në rritje. Madje disa nga ato po përdoren edhe për vrasje e kanosje. Për 3 muaj të këtij viti, zyrtarët policor konfiskuan 373 armë pa leje. Këtë numër po e konsideron shqetësues ish zëvendësministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha. Është vërtet shqetësuese numri i madh i armëve ilegale që llogaritet janë në duart e qytetarëve dhe kjo për një sër faktorësh, duke filluar nga armët që kanë ngelur nga periudha luftës, armët që hynë si kontraband gjithandej vendit me theks veçantë via gjelbër kufitare prej 400 kilometrash me Republikën e Serbisë. Hoxha konsideron se shteti duhet të ndërmarrë masa që të eliminojë numrin e madh të armëve. Çdo armë pa leje në duart e qytetarëve është burim potencialisht i një krimi. Prandaj, pavarësisht që rrethonat e sigurisë në vend dhe rrethonat gjeopolitike gjithandej nuk janë në favor të eliminimit kësaj dukurie të këtij fenomeni, megjithatë shteti nuk duhet të ndalojë për asnjë çast që të gjejë mënyra, të gjejë forma që t'i vëjë nën kontroll këtë armë. Barën tek shteti për evitimin e armëve pa leje po e lë dhe eksperti i sigurisë Mentor Vrajolli. Armbajtja pa leje do thotë
rrisin pasigurinë tek qytetarët për shkak se ato armë mund të kryen për krime dhe si shpeshherë një numër i madh i rasteve ku përfundojnë me fatalitet kryen me armë pa leje, megjithatë ky fenomen është jashtëzakonisht vështirë për vunë nën kontroll. I njëjti po ngrish shqetësimin se ato po përdoren për krime që po përfundojnë me fatalitet. Institucionet e Kosovës asnjëherë s'kan po përpjekjen e dur që këto fonde t'i zamencojnë, duke i mbështetur këto qendra timnore dhe aktivitetet rinore me qëllim që të rritë kenë mundësi që energjitë e tyre t'i kanalizojnë në aspekte pozitive. Policia në Tersi ka konfiskuar 5.554 lloje të armëve dhe municionit. Gjatë punës së tyre jo rrallë pengon edhe zyrtarë policor, një person është arrestuar në aeroportin e Prishtinës pasi ka kanosur dhe sulmuar policët të cilit ishin në kryerje të detyrës. Ai është dërguar në mbajtje. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti ka kanosur dhe sulmuar zyrtarët policor në kryerje të detyrës. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Derisa një tjetër person është arrestuar në Ferizaj në ndyshimin se e ka kanosur verbalisht një grua, gjatë arrestimit ai goditi një zyrtar policor. Zyrtari policor ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në raport. Drejt një institucioni tjetër janë drejtuar sot përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje. Deputetët e rinj të këtij subjekti politik u paraqitën në Kuvendin e Kosovës për të regjistruar si pjesë e legjislaturës së re të këtij institucioni ligjvënës. Dolën të parët në garë ndaj dhe regjistrimin në kuvend e bëjnë të parët. Antarët e partisë fituese në zgjedhjet e nënshkurtit që marrën numrin e mjaftueshëm të votave për të bërë pjesë e kuvendit, u regjistruan një nga një si deputet të rinj. I pari u regjistrua kreu i partisë Albin Kurti, ky nuk e tha asnjë fjalë për formimin e qeverisë së re, obligim që i takon VV-s. E më pas vijuan të tjerat. Pjesë e legjislaturës së re të kuvendit të Kosovës do të jetë edhe Agim Batiri. Ndryshe nga Kurti, ky tregoi nëse i kanë votat për qeverinë e re. Numrat janë të deputetëve të cilën gjallët e ne e më shumë dhe mendoj se gjallët e ne edhe më shumë dhe ato do të bëhen me deputetë e Republikës Kosovës. Pas ti regjistrimit ju nënshtrua tjetri antar Halil Thaqi. Jo me 61, por ai tha se ekzekutivi do të themelohet me 63 deputet. Na i kem besoj që do të arrijmë ta bëjmë qeverinë edhe pa PDK-n. Po shpresoj që do ta bëjmë edhe pa PDK-n, edhe kryeministër do të jetë Albin Kurti e kryeparlamentar Glauko Njusa. Optimiste për formimin e qeverisë është edhe ministrja në detyrë punëve të jashtme Donika Gërvalla. Dihet kush do ta formon qeverinë me 15 apo më vonë? Me simbol kombëtar dhe plot disponim u shfaq aktoria tashmë deputete për herë të dytë Ardiana Matoshi. Ka mu bo më e mira për krejt, shtat jeni të bindën, cep më cep, që ka shmoj me tonë. Mandat të dytë në parlament mori dhe Shqipe Selimi. Procesi shkoj shumë mirë e për vota dhe shumë të martën. Emri i ri që i bashkohet grupit të VV-s, por edhe politikës është këngëtarja Dona Llalushi, edhe kjo u pyet për qeverinë. Do të mundohem maksimumin me ja për vendin tim, për komunitetin artistik, artin, kulturën përgjithësi. Me nxitim regjistrimin e pati Albulin Haxhiu që spranoi të flasë nëse do të lidhin koalicion me PDK-n. Para 2 ditëve kam dhënë të gjitha deklarimet e raportit në këto çështje, nuk kam diçka për shkruar. Deputetët që siguruan ulse në legjislaturën e re të Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje patën kohë deri në orën 16 të regjistruan. Ndërkohë të premtën do të regjistrohen në po të njëjtën kohë deputet nga PDK-ja e LDK-ja.
Përformimin e qeverisë është deklaruar edhe deputetja e zgjedhur Mimoza Kusari Lila, e cila kandidoi në listën e vetëvendosjes. Ai tha se kryetari i nismës Fatmir Limaj bashkë me 2 deputetët e tij kanë shprehur gatishmërinë për të votuar për formimin e qeverisë, ndërsa për votat nga komuniteti jo shumicë, ajo tha se i kanë 8 vota. Aktualisht janë 8 nga komuniteti jo shumicë, edhe Limaj ka shprehur gatishmërinë për 3 deputetët e vet, që bën 59, duke ngelur ende 2 mangët nga 61 i shumicës së thjesht parlamentare që duhen për qeverinë. Me trendin aktual nuk mund të kem parashikim pozitiv. Dua të besoj që do i kemi, por po e shoh me vështirësi, tha ajo. Iniciativa Asnjë cent më shumë organizon protestë të re kundër shtrejtimit të energjisë elektrike nesër në orën 12 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Kjo protestë vjen pas asaj që ditë më parë u mbajt po në kryeqytet dhe që kishte një pjesëmarrje mjaft të gjerë të qytetarëve. Bordi i zyrës së rregullatorit për energji ka njoftuar se vendimi për çmimin e energjisë elektrike do të merret nesër më 11 prill me fillim prej orës 10. Ditë më parë ZRE-ja ka arsyetuar se shkak kryesor i paralajmërimit të shtrejtimit të energjisë elektrike është çmimi në bursat e energjisë elektrike. Kapacitetet prodhuese të 2 termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës nuk i tejkalojnë 160 MW nga dita e djeshme. Kjo ka shkaktuar të lashe edhe me ngrohjen pasi Termokosi ka bërë ndërprerje të përkohshme, gjë që ka shkaktuar pakënaqësi mes qytetarëve. Bloku A4 është e vetmja njësi që funksionon aktualisht. Që nga mërkura kapacitetet prodhuese të 2 termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës nuk i tejkalojnë 160 MW. Kjo situatë ka ardhur pas ndërprerjes së punës në njësinë BD, e cila ka kapacitet prej 250 MW, për shkak të rrjedhjeve të konsiderueshme të ujit. Si pasojë, furnizimi me energji elektrike për qytetarët po mbulohet përmes importit. Ekipet tona të mirëmbajtjes dhe ekspertëve teknik janë në gatishmëri të plotë për të filluar procesin e sanimit të gypave të dëmtuar. Në ndërkohë, KEK ka arritur të sigurojë rreth 5000 MW për orë energji elektrike nga burime të jashtme, që përfaqëson afërsisht 90% të kapacitetit të planifikuar të prodhimit të njësisë BD. Përmes një njoftimi për media, KEK-u ka treguar se problemi pritet të sanohet brenda 48 orëve. Edhe Ministrja në Detyrë e Ekonomisë Artane Rizvanolli deklaroi se çështja do të zgjidhej deri të enjten në orat 8 të mëngjesit. Megjithatë, ky premtim nuk është përmbushur. E deri në kthimin në punë të njësisë BD, qytetarët e kryeqytetit do të mbesin pa ngrohje, pasi që Termokosi ka bërë ndërprerje të përkohshme. Prej djeshit ka probleme, domthonë ndal, sipas çu shkum dëgjuar në media, është problemi te KEK-u. Termokosi këtu të naun ngrohja o nalë prej djejt. Këti vështë nga kanë thonë që është ka prishje. Për profesorin e energjetikës Vezir Rexhepi, vjetërsia e termocentraleve është shkaktari kryesor i avarive të shpeshta. Kjo normalisht që çdo vit bëhen rehabilitimet e bloqeve, domthonë të termocentrale Kosova dhe Kosova B. Do të pas parasysh këto bloqe janë shumë të hershme në funksionalitet, pra bloqet të Kosovës A janë që nga vitet 60 deri 70, bloqet e Kosovës B diku te vitet 80. Ai është të domosdoshme krijimin e një strategjie me afatgjate për sektorin e energjetikës, e që do të siguronte qëndrueshmërinë në furnizim. Po, zgjidhje me afatgjate normalisht kërkohen çdo herë, megjithatë dhe në dikaster faktikisht që merrem me energjetik ka pas zhvillime edhe në vitet e mbarshme nëse se do të qoftë qeveri, megjithatë kanë mbet në letër, dim se Bashkimi Evropian strikt nuk i ndalon, por ka atë emitimin e gazave, do të penalizimet në emitimin e gazave. Bloku BD nuk është i vetmi që ndodhet jashtë funksionit. Që nga fundi muajit mars, bloku B1 është jashtë prodhimit për shkak të remontit. Në një linjë nuk po qëndron Ministria e Kulturës me komunën e Prishtinës. Nga ky institucion qendror hodhën poshtë akuzat e kryetarit Përparim Rame se po ndalojnë projektet kapitale. Sipas tyre është vetë komuna ajo që po e shkakton këtë vështirësi. Lejen për zhvillim të projektit nuk e kërkuan.
e as paralajmërimin për shkelje të ligjit nuk e morën parasysh. Kështu Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore vendosi të ndaloj punimet e komunës së Prishtinës në sheshin George Bush. Ky veprim që ndodhi një muaj më parë nuk i pëlqeu kryetarit të komunës së Prishtinës, Përparem Rama, i cili njoftoi dorëzimin e një kallëzimi penal ndaj këtij institucioni. Por, pa u bërë 24 orë, erdhi kundërpërgjigja nga Ministria e Kulturës. Institucionet tona kanë ndërmarrë masa administrative në drejtim të ushtrimit mandatit ligjor për të parandaluar veprimet pa lejuara. Konkretisht, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ka ndaluar punimet e paautorizuara dhe të kundërligjshme sipas mandatit të tij të përcaktuar qartësisht me aktet normative në fuqi. Sipas bislimit, 4 projektet e komunës së Prishtinës, sheshi George Bush, Ishulli Urban, aj në rrugën Recep Pluci dhe projekti në rrugën Agem Ramadani janë pa leje të shkruara për të punuar dhe janë sipërfaqe të mbrojtura të trashëgimisë kulturore. Zhvillimi i projektit prokurimi i tij dhe nisja e zbatimit punëve në sheshin George Bush. Zhvillimi i projektit prokurimi i tij në projektin në rrugës Agem Ramadani. Zhvillimi i projektit prokurimi i tij dhe nisja punëve në rrugën Recep Pluci, që të gjitha këto ndërhyrje pa leje të shkruar derisa dihet se janë sipërfaqe të mbrojtura të trashëgimisë kulturore ku institucionet. Për shkak të mosveprimeve me kohë ditë më parë, drejtori i Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore Imer Hakaj dha dorëheqje nga pozita e tij. Hakaj tha të njëjtën se ofrimi i dorëheqjes ka qenë për shkak të presionit dhe të kalimit të kompetencës së kryetarit të komunës dhe drejtorëve kompetent ndaj Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore. Sa ime, zyrtar dhe ashtu edhe për media, për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit, ka qenë si shkak i presionit, i të kalimit kompetencës të kryetarit komunës, të organeve drejtorëve kompetent, ndaj inspektorit të trashëgimisë kulturore. Këto deklarata nuk kanë dashur t'i komentojnë nga komuna e Prishtinës. Zyra për media tha të njëjtën se po presin verdiktin e organit hetues. Komuna e Prishtinës konsideron se pasi është ngritur kallëzim penal, tani pritet që procedurat e tjera hetimore lidhur me rastin t'i trajtojë prokuroria. Komentet për rastin në fjalë janë dhënë gjithashtu në konferencën e mbajtur disa javë më parë nga kryeqyteti. Tashmë presin verdiktin e organit hetues, ndërkohë që për pjesën e punimeve ku nuk ka pengesa, presin edhe një konfirmim nga organet kompetente të ministrisë për të shmangur veprimet si ato të mëparshme. Projekti për sheshin George Bush konsiderohet njëri prej investimeve më të mëdha në kryeqytet, e që vlera e saj ka vlerën prej 18.4 milion eurove. Në të gjitha institucionet publike, një ndër mjetet më efikase për luftimin e korrupsionit po konsiderohen sinjalizuesit. E rritja për 30% e sinjalizimeve krahasuar me vitin e kaluar, sot u tha se dëshmon përmirësim në këtë drejtim. Shumica paragullësive gjatë qeverisjes së kaluar u sinjalizuan nga vetë zyrtarët publik pasi posedojnë më shumë informata. E kjo po mbështetet dhe vlerësohet lart nga monitoruesit e sistemit të drejtësisë që i bën thirrje sinjalizuesve të vazhdojnë njëjtë. Të gjendur brenda institucioneve publike, zyrtarët publik kanë informacione të shumta për keqbërjet, shkeljet që ndodhin brenda institucioneve publike, sinjalizimi si mjet i fuqishëm për mbërndalimin e korrupsionit dhe ngritjen e dignitetit të institucioneve publike, na mundson të thotë që përmes këtij mekanizmi një mënyrë të luftojmë jo vetëm korrupsionin, por ta bëjmë edhe qeverisjen më të mirë. Edhe ish kryetaria e gjykatës kushtetuese Gresa Caka Nimani vlerësoi rolin e tyre si mishërim të guximit qytetar. Kanë rezultuar në diskutime globale e reforma të thellësishme përfshirë ligjore ndër tjerash lidhur me llogaridhënien e strukturave ushtarake e strukturave të sigurisë. Proporcionalitetin e duhur në mes sigurisë dhe të drejtave që ndërlidhen me privatësinë. Luftimin e korrupsionit në institucione publike e ndërkombëtare dhe rrëzimin e figurave të fuqishme publike e politike. Përfaqësuesi i zyrës së BE-s në Kosovë bëri të ditur se është shënuar një rritje prej 30% të rasteve të sinjalizimit, krahasuar me një vit më parë. Kemi rritje të sinjalizuesve 30% për periudhën me vitin e kaluar, dhe ky është vetëm një element që këto dispozita të zbatohen si duhet. Ky sistem duhet të jetë i besueshëm dhe ata nuk duhet të jenë objekt i ndonjë hakmarrjeje.
Në konferencën arenale për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe takimin vjetor të koalicionit u vlerësua se Kosova ka përafruar legjislacionin me standardet e BE-s, përfshirë edhe fushën e sinjalizimit. Në një komunë të Kosovës sot ka qëndruar prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Ky gjatë vizitës në Gjilan ka pranuar titullin qytetar nderi, për të cilin ai tha se ju takon të gjithë shqiptarëve që në momentet më të vështira të historisë së Kosovës qëndruan pranë. Me nderime të larta u pret në Kosovë. Këtëherë presidenti shqiptar Bajram Begaj vizitën e tij do ta niste në komunën e Gjilanit. Bashkë me zonjën e parë, Armanda Begajn, do të zinin vend në ulset e kuvendit komunal atje. Seanca solemne organizuar për të do të fillonte me fjalën e përfaqësuesit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan. Nga Gjilani, në vendlindjen tuaj Rogozhin, e nga Tirana në Prishtinë, Zoti i bekoft të gjithë ata shqiptar që vendosin një gur në kalon e pathyeshme të kombit tonë. Kryetari i komunës Alban Hyseni, i cili edhe do ta nderonte Begajn me titullin qytetar nderi, e vlerësoi lart figurën e tij. Një titull simbolik që vjen si shenjë mirënjohje dhe respekti për gjithçka që keni bërë për Kosovën dhe qytetarët e saj, veçanërisht në ditët më të errta të historisë sonë moderne dhe tre. I nderuar zoti president, ky titull është edhe një nderim i veçantë dhe një falënderim i veçantë për gjithë Republikën e Shqipërisë për kontributin. Pas fjalimit, erdhi koha e nderimit. Mirënjohës për këtë titull ishte presidenti shqiptar. Është e vështirë të gjej fjalët e duhura për të shprehur mirënjohjen, emocionet dhe nderimin, teksa pranoj këtë titull të lartë nga qyteti juaj. Gjilani, ky qytet i traditës dhe historisë, i sakrificës dhe qëndresës, më bën sot pjesë të tij, dhe ky është një vlerësim që unë e pranoj me shumë përulësi. Begaj të njëjtën kishte në plan të takuhej edhe me shefat e grupeve parlamentare. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet të përgatitura për këtë edicion të lajmeve në fokus për natën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.